Mirëmëngjesi goca, ne zyrtarisht hapim vlogun. Dola në qik me Enjan, se nuk porinte më të shtëpia, edhe ja, jemi këtu te platia. Enja tani ishte te lodra, tani nuk di as vet nuk e di çfarë do bëj, domethënë vetëm të bëj ndonjë gjë interesante ja kështu. Kemi humbur dhe Çelsa to goca. Nuk e di, domethënë i ka marrë te çanta ime, do thonë ju pse ile aty. Ai la, çfarë të bëj tani? Te çanta ile gjithmonë që dhe kur dalë di që i kam me vete. E lë portofolin e vogël aty, pa dokumenta, domethënë vetëm një dokument të vogël sa për identifikim kështu. Kam një letër që verifikoj që jam këtu. Edhe nuk i marr dokumentat e tjera se kam merak. Po ja që kishte marrë Çelsat. Tani erdhëm tu te lodra, t'ja ta vendos çikun këtu se do rëzohet. Priset të vendos mami. Ja, përshëndetje edhe nga unë, që ju them dhe unë mirë se erdhët. Edhe siç po ju thoja, sot filluam vlogun e ri. Dola bëra pak punët, dola thashta meqense koha është super shumë e mirë dhe pa shkuar ora 12, thashta nxjerr dhe Enjan të luaj pak. Edhe dorim në një orë këtu, mbase pi diçka, mami, mbase jo, nuk e di. Pastaj në shtëpia do ushqehemi edhe do bëjmë nana. Kështu mama, ju marri pak me vete dhe shikoni pak edhe rutinën tonë. Shko qa kemi marrë. Shkoj te një dyqan, besoj se ka kudo 1 euro, dhe her pas here 1 euro ka emrin, domethënë po. Her pas here marr në një budallik dhe pse s'duhet. Tani po ikim te shtëpia. Të marrim babin që na i sjell Çelsa se punon këtu sot. Edhe vrap te shtëpia. Hajde, më qit. Goca, sot është ditë e diel. Ne dorim në shtëpi me Enjan. Enja po imitonte pak mamin tani. Kishte marrë mikrofonin edhe po fliste. Ne sot babin e kemi në punë, nesër e kemi pushim mund të shkojmë te deti. Edhe sot shko çaj përgatiti mami Enjas. Ky është mëngjesi jon. Kemi pjeshka, shalqin, bostan, si i thoni ju. Këtu i thon karpuzi. Edhe pak djathë edhe pak proshut për Enjan, se unë nuk dua proshut. Mami do haj shalqin edhe pjeshk. E në një biskot. Do t'i përshëndesim qik vajzat? Do t'i përshëndesim. Po ti qa po bën tani? Do fshashitje. Se nuk ju tregova goca, këtë lulen e blem dje. Do thonë ju pse ka shumë lule, sepse vajza më bëjnë shoqëri. Më japin një energji jashtëzakonisht shumë të mirë, më japin jetë, edhe po më thoshte edhe një shoqja ime që lulet në shtëpi janë shumë mirë të mbahen, sepse unë ndonjëherë dëgjoja që nuk është mirë që të mbajmë shumë lule brenda etj, po deri në momentin që mua nuk më kanë bërë asnjë dëm, deri në momentin që unë ndihem shumë mirë me to, edhe shikoj që plot familje dhe vajzat e tjera i mbajnë dhe nuk kanë asnjë lloj shqetësimi, mua më japin shumë energji pozitive, do vazhdoj t'i mbaj edhe t'i shtoj aq sa ka mundësi ku t'i vendos pastaj normalisht, po kështu goca. I duam lulet. Enja i do lulet? I do lulet ti? Do lulet unë. I do edhe Enja. Ti i do, po? Haja, puç lulen. Ok. Puç edhe në qik tetat këtu? Që t'ju urojmë të diel sa më të bukur. Sot që po xherojmë është ditë e diel.
Goc, ku po shkojmë ne? E Nuci, ku po... Mirë dita dhe nga unë, vajza. Senja ju përshëndeti. Ne jemi rrugës. Besoj se për 35-40 minuta mbërim. Është shumë vapë sot. Edhe ashtu si që kisha thënë, ju pata thënë, do t'ju marrë me vete në një fundjavë së bashku. Goca tani unë isha duke xhiruar pak më parë dhe nuk e kisha shtyp për Santi dhe po flisja kot me vete. Por gjithsesi, nuk ka gjë. Sa t'ja marrim dorën, goca, se akoma është herët. Ja kështu, do t'ju tregoj edhe disa pamje, ose doja t'ju përshëndesja. Sarandi quhet plazhi ku ne do të shkojmë sot. Paqim si jemi. Goca, shiko çfarë pamje të mrekullueshme do shikoni tani. Ku do shkosh? Ku do shkojmë? Do shkojmë te deti? Ua, me vërtet? Arritëm ne. Mbërritëm këtu, parkuam tani. Do ikim te deti. Tani Enja do shikoj kalin. Këtu është vend për të bërë gara ose për të bërë thjesht një xhiro me kuaj, por ka dhe më poshtë është lokali, restoranti për të ngrënë. Dhe mund të kalohet një mbasditë ose një ditë shumë e bukur. Do të kesh kujdes tek kuajt edhe krempen. They'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. They'll get you up and going out of bed. And I don't stay awake for too long. Don't. Shikoni, Enja nuk ka frikë. They'll Kjo get fëmijë you është up një and fëmijë going mrekullueshëm, out nuk ka of frikë asnjë bed. gjë. Nuk i ka gjë mami. Stay awake Shko sa for të too butë janë long. të trajtuar nëse. Go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. They'll get you up and going out of bed. And I don't stay awake for too long. Don't. Përshëndetje o njerëz të bukur. Ne erdhëm nga plazhi. U kënaqëm, u lodhëm, u çlodhëm. Vendosa sistemova pak dhe ato rrobat, e keni parasysh ju si bëhen. E vura lavatriçen, e ndeva, ndërkohë Enja ka 2 orë që fle dhe nuk e di se kur do zgjohet, sepse këtu tani janë ora 7. Dhe nëse nuk më zgjohet edhe për pak, nuk e di se kur do të më fleri më vonë pastaj në darkë. Unë doja të bëja mbylljen e vlogut edhe gjithashtu t'ju uroja të gjithë fëmijët
gëzuar një qershorin, pa që vetëm buzëqeshje, harmoni, hapa të bekuar, e pa që jetën dritë, edhe e shijofshi sa më shumë këtë fëmijërinë tuaj. Ju put shumë edhe ju lë takim te vlogu tjetër. Paqe, mos harroni të bëni subscribe edhe like.